Të kompam duket me Grecën ty. Po. Ma atë zihem gjithmonë. Kom pa në kafet, tani po më kujtohet, se unë po shikoja emrin. Po. Tani po më kujtohesh aty mua. Ka qenë dhe Greca me mua? Grica mund. As ke pa për në fundit, mua Grecën shikun në Istanbul. Po, e kam pa. Video kështu. Po unë jam ai. Ti ke qenë ai i treti. Unë kam qenë i pari, se unë i kam qu. Oh, i ke morë me vete? Po unë, se unë di turqisht, unë kam jetu në Turqi, qa të duket? Unë kam jetu dhe 3 vjet në Istanbul, pastaj shkova në Europë. Në kështu. Në shkoj ku 1 muj, ku 2 muj, kështu shkoj me periud, nuk më pëlqen të jetoj në Istanbul, se është popullsi e madhe, ka trazira, gjëra ashtu. Atje na që ka dhe turizëm madh, tregtarët mundohen të ta fusin çmime, nuk pyesin a është turist, a është venalit. Njëjtin çmim thotë edhe si për turistët, si për venalit, se si dallon dot. Edhe ato turqit janë kështu, tregtar profesionista. Ta bëj ta marrësh një gjo me zor. Ore, matrapaz jam. Kur shkon në blen ai gjon Turqi. Abla, mirë. Këtë kostumi që shikon, shkon mi dyqan e kesh 50 euro, mi dyqan tjetër 70, ndërsa unë të e kam marrë me 30. Që po nuk u bërë pazar këtyre, ta fusi, jo 70, po 100 ta japin. Po flisja me i shoqe, unë dhe kam shkuja... Edhe ti që je pastaj, mund të ma fusin ata, unë jam baba këto. Edhe shkojmë, po pyse i shoqe, isha në Istanbul, tha dhe më shitën një orë 400 euro. Pra pas kam voti thashëm, kush e di ja 50 euro, 50 euro s'ka boja orë, po ajo punon, ka 2 vite, po punon mirë, po mirë se edhe ora e patatinave punon, po i fute baterit mirë. Ndërko ora bën 10 euro. Ja, jam matrapaze për zotin. Ka ishit me lira, shko, nuk e di sa janë 10 euro në lira. 10 euro i bie 380 lira. Kur kam qenë në shkollë atje, 10 euro kam bo 20 lira. Që imagjinoje, 20 lira tani ka shku 380 lira. Do me thonë, atje po ke dasëm me 10 euro? Jo, nuk bën dasëm, atje dhe disi tikën 10 euro. Si me qenë, shpenzon me 10 euro ti për shembull një doner mund të hash atje, një burger. Për 10 euro i bje që ti japësh 380 lira, po duket sikur ti po shpenzon shumë lek, i bje si 400 lek. Shumë lek në dur, por që nuk kam vlerë hiç. Na s'ka vlerë, po. Nuk kanë, sepse ka presh tregun turizmi, na që vin turistët me euro, ata tani mundohen me nxjerr nga ata. Ta, sidomos verës. Po kështu, a je mërzit ndonjëherë në jetën tënde se mund të kesh gjetur ndonjëherë pa lek? Po mund na merrni pyetja. Po të mërzit domethën pa lek, edhe po të kem njël pa lek, nuk është se kam njël, domethën ka pas raste që kam njël pa lek, se njerëz jemi. Por që edhe thuj me këta shok që kam thuj s'nimojnë asnjë. Për zotin s'nimon askush. I nimon e s'nimon pasaj. Kam pas shok që i kam nimua edhe s'kan hap telefonin pasaj. Por që nuk ka qenë nevojë, domethënë sidomos ta 3 vite e gjys që kam rrjetet sociale, nuk ka qenë nevojshme që ti kërkoj askujt lek se kam punu. Kam pas punë, kam vazhdu punën këtë me follim, me adresa, follersa, kam shit adresën time. Kur i hyra rrjetet sociale, s'kisha lek për të nguk, jo më paguje qiran, se më nxori dhe nga puna. Kam shit adresën time personale të madhen, një orë nga Zvicra, më dha lekë, mi qaj lekët ai, a dash adresën edhe kur mori adresë vogël, se mos me nejt pa TikTok.
kur vazhdon të më pyet ku e çu adresën e madhe, se i kom hyrë rrjetet sociale me adresë 450.000 follow. Rash direkt në sy ashtu, vazhdon të thon kush është ky nga doli, bambum se hecën video viral. Edhe e shita unë adresën, vazhdon të më pyet ku e çu, e shita vllaz, më dushin lek të bën to skema gjona. Njëri më shkruajti nga Amerika, tjetri nga Anglia për adresa 100K, shita dhe atyre nga adresën, pashi po më hynte lek në xhep dhe thashën kjo ka punë që s'lika pa lek asnjëherë. Edhe mund kem bërë domethënë për 3 vite gjysmë mbi 2300-400 klientë, si ma men. Ka persona që kam blej para 3 vitesh akoma vinë e blej, se i kom qenë korrekt. Nuk e di, unë kam blerë ndonjëherë kështu adresa gjona, se ti si di. Besoj se ka qenë e nevojshme për blej, por që sidomos bizneset e kanë nevojshme me blej, nga që duhet të krijojë më shumë prezencë online, se një biznes nuk mund të futet live në TikTok ose të bëj video sikur bëjmë ne. Ata thjesht duhet të reklamojnë produktin e vet. Edhe tani për të reklamuar produktin që mos lodhë shumë, thjesht rrit numrin e followersave, hidh një like, një views, edhe bëj sponsorizim postit. Ose fut një person që është influencer ta reklamojnë produktin e kështu ja rrit audiencën. Thjesht të krijojnë audiencën për shit produkte, se sot e nevojshme të live-aj. Prit, do shëgjë se merë një mesazh, do e shoh në rast se është urgjente, do dalë. Okej. Ha, grupi ju, mos ma kërkoni adresën mua, se unë nuk e shes. Kërkoja një deluxit, që pëse ndoni followers, edhe adresë. Këtë adresë për shembull që kam, 27.000 e kam hap kur isha në Turqi për herë fundit me 7, se kam hap në Francë këtu. Me kreator beta. Edhe nga që të fitoj dhe lek me këtë adresë, pra ne përdor më shumë këtë. Kur e kam hap të domethënë ka 27.000 followers shqiptar, po sikur t'ja jap dikujt ton, ta shesësh edhe 5.000, edhe 50 herë nuk të hyn punë adresa, nuk i hyn punë adresa ime personave të tjerë, se në momentin që ndryshon emër mbi emër, i heq postimet, ikën automatikisht audienca. Si me pas ti një biznesin tat, ke kriju gjitha klientel, edhe vjen një moment mërzitësh do me heqa, do me shit atë biznes. Momenti që ti e shet, i ndryshon emrin atij biznesi, i heq ato produktet, zhduket klientela që ke pas ti, nuk vjen moja për produktin e ri. Duhet vazhdosh diherë nga fillimi të krijosh klientel të re, të prezantosh produktin e ri, kështu është edhe puna e adresave. Ti edhe me 1 milion ta kesh adresën, duhet të vrasësh trurin, të bësh video se si të heci viral, edhe vazhdosh atë rrugë. Kështu është. Jo, të lutë të ke profesionist për këtë temë, në tonë drejtë. Për marketingun, mirë, se unë kam një punë urgjente, të përshëndes, flasim prapë. Okej, mirë, pra, ciao. Ciao, gjithë mirë. Ciao, ciao.